Aktori i njohur i ekranit dhe teatrit grek Nikos Gelia, një figurë e dashur për publikun dhe një nga artistët më të suksesshëm me origjinë shqiptare në Greqi, ka prekur opinionin publik me dëshminë e tij të sinqertë mbi racizmin dhe sfidat që e kanë shoqëruar gjatë fëmijërisë dhe rinisë së tij. Në intervistat të fundit për televizionin Mega dhe revistën 7 Meres TV, Gelia ka rrëfyer një sër përjetime shtëdimshme duke hedhur dritë mbi realitetin me të cilin është përballur për vitet e tëra ai dhe emigrantët shqiptar në Greqi. Nikos Gelia ka mbërritur në Greqi në vitin 1997, kur ishte vetëm 5 vjeç. Ai kujton se periudha e parë e jetës së tij në vendin fqinj ishte e mbushur me paragjykime dhe përjashtim. Familja e tij, si shumë emigrantë të tjerë shqiptar të asaj kohe, shpesh detyrohej të ndryshonte banesë, jo për arsye ekonomike, por për shkak të diskriminimit të drejtë të pronarëve grek. Na kanë hequr nga shumë shtëpi vetëm sepse ne ishim shqiptar. Ai rrëfeu me dhimbje duke shtuar se këtë ngjarje kanë lënë gjurmë të thella në fëmijërinë e tij. Racizmi e ka shoqëruar edhe në shkollë. Aktori tregon se shpesh mësuesit refuzonin t'i jepnin fjala në klasë, ndërsa një mësuese madje i kishte thënë se nuk mund të fliste për historinë greke sepse ai nuk ishte grek. Më bëri të lexoja 5 herë historinë greke, vetëm se isha shqiptar, kujton aktori. Megjithse i ri në moshë, Gelia tregon se trupi dhe mendja e tij zhvilluan një mburoj mbrojtëse, një mënyrë për të mos lejuar dhimbjen të ngulitej thellë. Kur nuk mendon për diçka, ajo nuk ekziston, thot ai, një mekanizëm që e ka ndihmuar të ecë përpara. Por sfidat nuk mbaruan me fëmijërinë, edhe si i rritur edhe aktor i afirmuar, ai mbeti prap një emigrant. Paragjykimet nuk munguan kurrë. Ai tregon një episod të ndodhur disa vite më parë kur u ndalua nga policia pranë shtëpisë së tij. Pasi verifikuan patentën dhe mësuan se ishte me origjinë shqiptare, policët i kërkuan të hapte bagazhin e makinës, ku ai mbante kostumet e shfaqjeve teatrale, përballa abisë së policëve, se si një shqiptar mund të ishte aktor. Gelia u përgjigj me ironi, ndodhe edhe kjo. Një tjetër pengesë e rëndësishme që ka përballur aktori ishte procesi i gjatë dhe i lodhshëm për marrjen e kartës së identitetit greke. Megjithse i martuar me një grua greke dhe babai i një fëmije, ai priste prej 26 vitesh për të fituar dokumentin që do të siguronte si qytetar të barabartë. Më në fund, këtë vit mora letër njoftimin grek, shprehet ai, duke treguar se procedurat burokratike ishin të ngarkuara me kërkesa të shumta për të provuar lidhjen me një shtetase greke. Kam miq nga Afganistani që janë këtu prej 25 vitesh dhe po përballen me të njëjtin problem, shton ai duke theksuar se çështja e shtetësisë mbetet një plag për shumë emigrantë të brezit të dytë. Pavarësisht këtij rrugtimi të vështirë, Nikos Gelia sot gëzon një karrierë të respektuar dhe është ndër aktorët më të dashur të ekranit grek. Roli i tij në serialin Mavo Rodo ka fituar zemrat e publikut, ndërsa guximi për të folur hapur për përvojat e tij si emigrant ka nxitur diskutime të rëndësishme mbi diskriminimin dhe integrimin në shoqërinë greke. Rrëfimi i tij është pritur me mbështetje të madhe, duke treguar se shoqëria helene po ndryshon dhe se historitë e emigrantëve nuk janë më një tabu. Mesazhi i Gelias është i qartë, talenti, puna dhe sinqeriteti janë forcë që të i kalon paragjykimet. Ai është sot shembull frymëzimi për shqiptarët dhe grekët njëkohësisht, duke provuar se origjina nuk përcakton vlerën e njerëzit. Rruga e tij nga një fëmijë që përballej me racizëm deri te një aktor i afirmuar mbetet një histori triumfi dhe shpresë.